Përshëndetje të nderuar televizionistë të RTV Islamit, jemi bashkë në emisionin Drejt Rrugës së Vërtetë, deri në momentin në cili siftari do të shoqërojë me disa porosi dhe tregime. Në porosinë e parë përfshihen disa vepra të cilat besimtari meriton shpërblimin e Allahut xhenetin. Prej Ebu Hurejrës radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Ndani ushqimin, përshëndetni njëri tjetrin me selam, mbani kontakte të mira me farefisin tuaj, falni namaz natën kur njerëzit flenë, do të hyjnë në xhenet të sigurt duke mos u frikësuar dhe do të përshëndesni me melekët me selam." Transmeton Ahmed ibn Habane. Porosia tjetër duhet që besimtari të jetë i kujdesshëm në emërtimin e fëmijës së tij. Prej Ebi Dardas radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Ditën e gjykimit do të thirrni sipas emrit tuaj dhe të prindërve tuaj, andaj emërtoni fëmijët tuaj me emra të mirë." Transmeton Ebu Davudi dhe Hibani. Ditën e djeshme ne folëm për ngrënien nga pema ndaluar të Ademit dhe të Havas. Dhe Zoti më pas i thot: "O bijtë e Ademit, të mos ju mështroj kurse si shejtani, sikur se i nxori prindit tuaj nga xheneti, zhveshi prej tyre petkun e tyre që t'u dalë në shenjë lakurësia e tyre. Vërtet, ai dhe shoqëria e tij ju sheh, ndërsa ju nuk e shihni." Pjesët e turpshme në Kur'an përmenden me emrin Sautun, e cila tregon diçka që shëmton njeriu. Kështu, trupi gruas kur zbulohet quhet Sautun. Vallë, si mendoni që të rinjt dhe të reja të hyjnë në internet dhe të shohin pjesët e turpshme të tjerëve? Kur Ademit alayhis salam ju zbuluan pjesët e turpshme, i erdhi turp nga vetja dhe filloi të mbulohej me gjethet e xhenetit. Kur njerëzit e kohëve të sotme nuk e kanë për gjë të shohin pjesët e turpshme të personave të tjerë, nëse do të vazhdojnë në këtë mënyrë, në një të ardhme të afërt, dhe ai nuk do e ketë problem nëse të tjerët e shohin atë në periudha të caktuara. Duke vazhduar në këtë rrugë, do të fillojë të hiqet xhelozia dhe gratë më të afërta do t'i duken si ato që shikon në internet dhe fillon të mos ndjej lidhje dhe gjakut me to. Që në ditën e parë, shejtani u përqendrua që të ndjerë lakuriq, dhe këtë gjë ai vazhdon ta bëjë edhe me brezat e tjerë. I arriti diçka të tillë me Ademin alayhis salam dhe Havan, arriti me arabët gjatë kohës para islame, kur burra dhe gra bënin tavaf rreth Qabes lakuriq. I vetmi që nuk ishte bërë tavaf rreth Qabes ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Menjëherë, pasi mori Mekën, profeti sallallahu alaihi wasallam urdhëroi askush të mos bëjë tavaf rreth Qabes lakuriq. Shejtani e dinte se shoqëria arabe dhe para ardhjes së Islamit ishte shoqëria e turpshme. Kështu, ai nuk i bindi për lakuriqsinë me anë të modës, por u tha: "Si ka mundësi që të bëni tavaf rreth Qabes duke veshur rroba me të cilat keni bërë kush e di sa gjunahe? Ju duhet të flakni te këto rroba teksa kryeni tavafin." Arabët e asaj kohe vriteshin për nderin, kështu shejtani gjeti një mënyrë për t'i bindur që dalin lakuriq. Kurse sot është koha e përparimit, teknologjisë, lirisë. Në këtë kohë, përdori portën e lirisë së veprimit dhe u tha njerëzve: "Është e drejta jote që të zhvishesh si të duash dhe për këtë je i lirë." Me këtë, ai arriti qëllimit të tij. Megjithatë, gjithmonë do të ketë njerëz që nuk i binden shejtanit, se ndaj robëve të mi të sinqert nuk ke kurfar force, as fizike, as mendore. Dhe vetë shejtani e dinte këtë kur i tha: "Përveç robërve të tu, të sinqert." Kështu e mashtroi iblisi Ademin alayhis salam dhe Havan, do bën shkak që dalin nga xheneti. Në rishtat në vazhdim, do përmendim pasojat e gjunahut të Ademit alayhis salam. 1. Skandali që i ndodhi kur u zbuluan pjesët e turpshme. 2. U nxorr nga xheneti kur ishte pranë Zotit, sprisni si armiq të njëri tjetrit. 3. U nda Ademi alayhis salam nga Havaja për një kohë të gjatë në tokë, deri kur takuan përsëri. 4. U quajt Ademi alayhis salam gjunaqar, kështu Ademi bëri gjinah dhe gaboi. 5.
U kritikua nga vetë Zoti. Ky ishte një nga pasojat më të rënda për Ademin a.s. A nuk u andalova ju dyve ato pemë, dhe nuk ju thash ju dyve se shejtani është armik i hapët për ju. Një gjuna që bëri Ademi a.s. pati 5 pasoja të rënda, po ne vallë, sa gjunahe bëjmë në ditë. Prandaj, mos e merr të kollaj çështjen e gjunaheve o vëlla. Thot një i ditur, mos shiko gjunahun sa i vogël është, por shiko urdhrin e kujt ke thyer. Ademi a.s. me një gjuna u largua kaq shumë larg Zotit të Madhërisëm. Thot një poet arab, për një çast i pavëmendshëm po tregohesh, me miramilje nga karvani do të largohesh. Në një çast të vetëm, mund të shkatros gjithçka që ke ndërtuar tire atëherë. Pasi kishe filluar të ndjesh ëmbëlsinë e besimit, qaje si përkushtim ndaj Zotit, e ndje ëmbëlsinë që të fal adhurimi. Për një çast i shkatrove gjitha këto, pas u tregove i pavëmendshëm, thërrej në gjuna. Më poshtë do të flasim rreth pasojave të gjunaheve në jetën tonë. Zemërojmë Zotin. Thot Zoti në një hadith kudsi, unë jam Zoti që nuk ka tjetër veç meje. Nëse njerëzit e mi nuk më binden, unë kënaqem me ta. Kur kënaqem, nëse njerëzit e mi më binden, unë kënaqem me ta. Kur kënaqem, i bekoj, dhe bekimet e mia nuk kam fund. Nëse i thyen urdhrat e mi, zemërohem. Kur zemërohem, mallkoj, dhe mallkimi im arrin deri në brezin e 7 të fëmijë. 2. Të urrejmë dhe mallkojmë besimtarët. Thot Imam Shafiu, ruani që të mos u mallkojnë zemrat e besimtarëve pa e ndjerë. Po si ndodh që ta mallkojnë zemrat e besimtarëve pa e ndjerë? E pyeti dikush. Atëherë ai u përgjigj, vepron ndonjë gjuna dhe Zoti i Madhërisëm të bën të rryer në mesin e besimtarëve. Nuk arrin që të marrësh dije, thot Imam Shafiu, ju ankova mësuesin mbi dijen e pakët, më tha, largu nga gjunahet, se të mësuarit është dritë e Zotit, gjë që nuk i jepet gjunaqtarit. Paksimi i riskut, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, njeriu t'i paksohet risku për shkak të një gjunahu që bën. Ftoje mes teje dhe Zotit, për shkak të gjunaheve nuk të bëhet që t'i ngresh duar dhe ta lushësh Zotin. Kjo, pasi zemra jote është larg Zotit, ftoje të marrëdhënieve mes teje dhe të njerëzve. Të e sheh më mirë në marrëdhëniet e tua me familjen, fëmijët dhe njerëzit në përgjithësi. Të erësohet fytyra, thot Abdullah ibn Abazi, gjunahet e nxjin fytyrën, erësojnë zemrën, e plagështojnë trupin, bën që të urrejnë njerëzit dhe të paksojnë riskun, kurse veprat e mira të zbardhin fytyrën, të ndriçojnë zemrën, të japin dashuri të njerëzve, forcë fizike dhe të shtojnë riskun. Gjunahet të largojnë nga adhurimet, kërkon të bësh punë të mira, por gjunahet të mbajnë peng dhe nuk mundesh. Gjunahet pasojnë njëri tjetrin, me të vepruar një gjuna e ndjeren sikur një tjetër të thërret. Nuk e vlerë para Zotit, thot Zoti në Kur'an, dhe kë e pështëron Zoti, nuk mund ta nderoj kush tjetër. Kjo, pasi ata nuk vlerësuan veten dhe Zoti nuk i vlerësoi. Nëse do vlerësonin veten dhe do kërkonin të ishin fisnik, Zoti do u jepte fisnikëri dhe t'i mbronte nga gjunahet. Errësirë në zemër, sikur të veshësh rrobat më të bukura dhe më të shtrenjta, të udhtoje me makinat më luksoze, gjunahet nuk do ta linin zemrën tënde të ndriçojë. Paksimi i begative, pasoja e fundit dhe më e rrezikshmja, që është të tradhtosh gjuha në momentet që ke më shumë nevojë, në momentin e vdekjes. Në ato çaste nuk mundet të shqiptosh shahadetin, të duket sikur je vendosur mbi gjuhën tënde male që nuk të lejnë t'i shqiptosh ato fjalë. Tregon një iri se një herë po udhtonte me kolegun e tij në aeroplan. Papritur, kolegu i tij sëmuret dhe fillojnë t'i shfaqen shenjat e vdekjes. Unë, tregon ai, përpiqesha të bëj të thotë dëshmin, kurse ai më thoshte, më jep çantën e parave, më jep çantën. Nuk thoshte asgjë tjetër. Kur ngulmova si shumë për të shqiptuar shahadetin, më tha, mos u lodh, se nuk do e them dot. Sa herë që mundohem ta them, sikur më lidhet gjuha dhe nuk e them dot. O ju që keni besuar, keni frikë të Zotin
dhe mos vdisni, vetë se duke qenë musliman. Që të garantosh një vdekje si musliman, duhet jetosh duke bindur urdhrave të Zotit, të jetosh si musliman. Qëllimi me këto që tham nuk është që të frisojmë ndonjëri, por është që të mësojmë si të rezistojmë gjunaheve dhe diçka e tillë arrihet me lutje dhe mbrojtje nga Zoti. Thuaj: o Zot, më ndihmo të largohem nga gjunahet që kam vepruar deri më tani. Më bëj që të rezistoj, o Zot. Lutem me këmbgulje dhe do të shoh se do të ndihmoj. Dhe je gjithmonë vigjilent ndaj grackave të shejtanit, të largohesh nga shoqëria e keqe, kujtosh Zotin dhe të lexosh Kur'an, të marrësh pjesë në mësimet dhe ligjëratat fetare. Pas gjunahut që bëri Ademi a.s. e ndjente se duhet pendohej, por nuk e dinte çfarë të bënte. Për këtë, ai filloi të vrapoj në xhenet. Në një hadith që e transmeton Hakimi, thuhet se Zoti i thiri: o Adem, apo ikëm prej meje? Ademi a.s. ja ktheu: jo Zot, por më vjen turp prej teje. Po ty o vëlla dhe motor, a të vjen turp kur vepron gjunahe? Dietari i madh Ibn Qayyim thot: o ti gjunaqtar, mos je i sigurt se nuk do të ndëshkohesh për atë që vepron. Gëzimin që ndjen kur vepron një gjuna është më i madh te Zoti i Madhërisëm sa vetë gjunahu. E qeshura jote teksa vepron gjunahun është më i madhe te Zoti i Madhërisëm sa vetë gjunahu. Hidhurimin që ndjen kur nuk arritet veprosh gjunahun është më i madh te Zoti i Madhërisëm sa vetë gjunahu. Përpjekjet e tua për të çuar gjunahun nga sytë e botës, pa të dridhur zemra për shikimin e Zotit të madhëruar, është më i madh tek Zoti sa vetë gjunahu. Paturpsia jote nga melekut e krahut të djathtë dhe të majt, të cilët të shohin teksa vepron gjunahun, është vepra më e madhe, më e madhe te Zoti i Madhërisëm se vetë gjunahu. Ademi a.s. në gjuna veproi dhe dëshironte të pendohej. Ashtu si Ademi, dhe ne bëjmë gjunahe për të cilat kemi nevojë të pendohemi. Pas gjunahut, Ademi a.s. i thiri Zotit: o Zot, a nuk më krijove me duart e tua? Zoti ja ktheu: po Adem. O Zot, a nuk më dhe nga shpirti yt? Zoti përgjigjet: po Adem. Ademi e pyet: o Zot, a nuk urdhërove melekët që të më përulen? Zoti përgjigjet: po Adem. Ademi e pyet: o Zot, a nuk je ti që kur të shtiva për herë të parë në xhenet më the: të më shëroft Zoti ty? Po Adem, i përgjigjet Zoti. Ademi e pyet: o Zot, a nuk je kalon mëshira jote zemërimit tënd? Po Adem, i përgjigjet Zoti. Ademi a.s. e pyet përsëri: o Zot, po nëse pendohem, a do të më kthesh përsëri në xhenet? Zoti përgjigjet: po Adem. Ademi a.s. i thot: atëherë, u pendohem o Zot. Duke qenë se ishte njeriu i parë që do pendohej, Ademi a.s. nuk e dinte se si do të pendohej dhe çfarë do të thoshte. Dhe Zoti në Kur'an rreth kësaj çështje thot: dhe Ademi mori nga Zoti disa fjalë dhe ai ja pranoi pendimin. Kështu, kuptojmë se ishte vetë Zoti që ja mësoi çfarë duhet thoshte për të penduar. Po i the këto fjalë, i tha Zoti: unë ta pranoj pendimin. Atëherë Ademi a.s. i përsëriti fjalët dhe Zoti ja pranoi pendimin. Është për të çuditur me dikë që e njeh Zotin dhe nuk e do atë. Është për të habitur me dikë që i hapet dera për të hyrë në rrugën e Zotit dhe nuk hyn. Për të habitur edhe me dikë që kërkon miqësinë me të tjerët në një kohë që Zoti kërkon të afrohet me të. Në surën El Araf, Zoti përmend fjalët që ja mësoi Ademit a.s. për të penduar. Ata thanë: o Zot, ne i bëm padrejtësi vetes tonë dhe nëse nuk na fal, do të jemi prej të humburve. Ne kemi humbur gjithçka nëse nuk pendohemi dhe nëse Zoti nuk na e pranon pendimin. Fjalët që tha Ademi a.s. për të penduar, Zoti na i ka treguar dhe në Kur'an. Kjo me qëllim që kur bëjmë një gjuna, t'i themi këto fjalë dhe të pendohemi. Përse të mos thuash këto fjalë në këto çaste? O vëlla dhe motor, të pendohesh tek Zoti për gjithçka që ke vepruar deri më tani. Tani duhet ta ndërpresim pasi është momenti i çeljes së iftarit. Argjërim të pranuar të gjithë argjëruesve. Selam aleikum.
أشهد أشهد حي